është katastrofë. Fëmija s'ka siguri me kalu këtej. A kështë që pas që mja ndresë rrugën? Apo dëni me po që ishtë do këtë, kur bjen shqit qdo? Kapacitetia e shkollës është të merruse. Besoj që ta plon që ta bolta po hinë mrena. E asfalti, kur ka me ushtru? Asfalti... Jemi të aneksit të re, para shkollës fillore Mihajl Grameno njerës. Kësëre një gjendjen, kësëre. Do me dhonë qysh në borën e shkollës, jashtëzakonisht e dëmtu me rruga, qarkullim masiv, pusetat, hapuna, zhavër i shtrum tokë, asfalti inexistent. Kësëre një që ndodhë kur bjen shi këto. So e keni sfidu se që keni me kalu, kur i merë një fëmit? Zarbal, valla. A? Zarbal. A bot lot që keni kur bjen shi? Bal, ujdejnë fër. Për banë që 2 javë ditë në gjendjet në mërshmet, po në edhe shkolla dhe në zonësat, po është katastrofë. Që 2 javë ditë? Që 2 javë ditë është dëmonë neglijënjës dëmonë e qëllës firmë nuk e di. Komuna e Fushkosovës në këtë gjendje nuk do të më milion, se puna e shkollës do të më kryj ma shpejt. E kur bjen shi këto, që ka ndodhë? Skandal, ja? Mëzve. Qëre? Qëre ne? E hapën, a kush ka të ro këto? Ti ke të ro? Unë e kef. Qëre ne qëfar rrugë kalum? A kështë që posë që mja ndresë rrugën? Qish po e sheni, nuk është veç rrugë e komësorve njerës, është edhe vetura mrapa, ta jena të veturat mos harroni të Alpkari Import, i gjeni veturat e fundit, sidomos këto verzionet elektrike me çmime super të vëllitshme. Fëmija kalojnë breku, po ka reshe shio ekstrem. Ekstrem skandal, do me dhone pa kalushme. Po, ti qyre, këtu mund të meroni fëmijë. Qashtu, pusetat e hapnen të na ondë. Plus mrena, kapacitetia e shkollës është të merruse. Definitivisht, skandal, po, plon shumë. Apo, edhe mrena? Edhe mrena. Për shkak të rrugës, se keq ta plon që ta bolta po hinë mrena. Prej masët rrezikshme, sidomos nëse nuk është në përsjelljen e prindrit, fëmija s'ka siguri me kalu këtej. Veturat, dorëzimi i fëmijëve në shkollë, marrja sidomos, domethënë nuk është as pak e lehtë për neve, por ja që do të mu adaptu. Pusetat vendet hapën apo janë? Pak, kështu të pambulume, so po është rrezik me kaluane. Është rrezik. Sidomos vetë nëse është, se dia vjen e herë vetë. Jo asnjëherë nuk ndodh, me thonë të drejtën, sepse kjo nuk është rrugë e cila ta jep ty atë sigurinë. Pavarësisht që kjo është i vogël edhe sikur është rruga e mirë, por kjo rrugë e vështirëson gjithmonë për neve si prind vigjilencën për shkak rrezikeve. Hajde ta shkojnë atë komuna e Fushkosovës, të këshyrëm çka kanë me na thonë. Zoti Bardhël Kojqiqi na pranoi në zyrën e tij. Zoti Bardhël, të falenderoj mas pari që pranove mu intervistu qishtu spontanesht. Po më intereson me ditë çfarë plani e keni për atë rrugë dhe kur ka me u përfundu? Kena disa probleme në atë rrugë, sepse së pari e kem shkollën ato, shkolla Mihajl Grameno aneksi 3. Pastaj edhe gjatë realizimit po hasëm në pengesa, sepse ajo rrugë ka një uzurpim nga pronarët e ndryshëm të cilët janë banor ato që 30 vite, mirë po e kanë uzurpuar pronën komunale. Na ja kem bo udhëresën aty, ne ju kemi dhanë 7 ditë afat për me hiq ato mure që kanë ato shupa, për me liru hapësiren, sepse ajo rrugë është me një gjatësi prej 200 metra, ndërsa gjertësin e ka 6 metra dhe trotuarën 2 anë të rrugës i ka 1 metër e gjysë. Në atë rrugë do të ndërtohet kanalizimi atmosferik, fekal dhe kablor. Asfalti kur ka me ushtruar? Asfalti, afat plani dinamik i këtij projekti është 60 ditë me kontratë. Besoj që ka mesi i qershorit përfundon.
Ka mesi i I qershorit. qershorit përfundon rruga. Okej, nëse vina na me 15 qershor, mesi i qershorit, Po, po pretendon që ka me qenë e përfundume. Po. Okej, zoti Bardhël, të falenderoj shumë, na kena me u dok prap me 15 qershor, edhe kena me të mojt për fjalë, me këshyra është përfundu. falenderit, Respekte, kalofshi mirë. Problemi në rrugën Amir Elmazi e po çfarë gjendje është, na kena me u dok prap me 15 qershor aty, edhe kena me këshyra është përfundu që ka së nëse ju pëlqen çfarë bëj, ju pëlqen kontenti jam, mos harroni follow këtë platformat.